Ore, e para njëra, është mirë ajo? Se do pyet nga shneti se mirë to interpelancat tona nuk i keni fut të xherio për t'i zjerë. Problemi është mirë se kemi bë merak. Ore, pyetja tjetër është, e di ajo që është ministre apo se di? Se nuk mund braktiset kuvendi i Shqipërisë kështu. E treta, nuk pret smundja si thot ministrja në fjalët e veta në fund vitit, brenda këtij viti, nuk pret. Nuk pret ere. Dhe po që se nuk e dini ku është, ta shpajnë dhe njerëz tumër, ka emisione televizive ta kërkojnë rrugëve Tiranës. Ilaçet si dinda që ishi shtrentur. Se që ndodhë në për spitale, ase ka i den, qa punë e bën kjo Ministri e Shëndetësisë? Se duhet me pyet qa punë e bën Ministri e Shëndetësisë. Sepse për të marrë sot urgjencën, i bie 127-ës lidhe me Tiranën. Pastaj kismeta e Tiranës po t'i bjeri telefonit Lushtjes, edhe ai Lushtjes të merë ty thot ku je. E kupton qa ndodh? Unë nuk doja ta përvoja të ropë të shtëpisë për ta ditë ku isha, se dija si që ishte shëndetësia. Por i thoni asaj ministres shëndetësisë që ndodh në spitalet shqiptare, se nuk e ka iden se çfarë tragjedie gjende përballë banorët e Shqipërisë.